Miqtemi të dashur, po takohemi bashk edhe këtë javë në Spektri Podcast. Sonte në mysafir në këtë studio e kam një person shumë interesant, edhe çfarë është interesant është edhe i veçantë. E di që ju e njihni, ndoshta nuk ka nevojë për shumë prezantim, po unë s'kam çfarë për ju tregu që është regjizori i teatrit, regjizori i filmit, regjizori i serialeve, regjizori shumë dokumentarëve, e besa edhe aktor në disa seriale, krejt këto veç një emër, Kastriot Saqipi Kaça. Kaço, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirë se ju gjeta, dhe faleminderit për ftesën juve dhe TV Spektrit. Dhe është normal që shikuesve të TV Spektrit. Kënaqësi me të pas në studio. Unë fillimisht disha t'i falenderoj edhe sponsorat e emisionit tonë, të cilat janë dy kompanitë më të mëdha vendore, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne i kemi disa prej tyre në studio, me të cilat mundesh lirisht me u shërby kaq, dhe kompania e transportit Viator. Kaço, hajde pe fillojmë prej fillimet. Tregona para 30 vjetëve pse ki vendos me u bë regjizor i teatrit. Më pari është dashur me pas një nxitje dika. Dhe nxitjen Preshev nuk e mujt me gjetë gjithkund. Fatmirësisht rastisht kom shku në shtëpinë e kulturës edhe kam patur majt në atë kohë prova Gramburiqin, edhe që më ka pëlqy profesioni i regjisorit. Në fakt më ka pëlqy profesioni i aktorit, po më doke e pa mundshme se me u regjistru në fakultet të aktrimit, në atë kohën e Faruk Begollin e llogariqa si njeri shumë hyjnor, a kupton, dhe nuk kisha guximin të përballë me aparati. Edhe kështu që me gjitha ato më kishte nuk e kisha kuptu, pa më kish ka virusi i drasave të teatrit, edhe erdha këtu në Tarnovc, u takova me Ridvan Qazimin, për mu vajën, për tri që e njofin komandant Leshin, dhe vendosëm me aktivizu teatrin Jehona Tarnovcit, ku e bënëm aty një shfaqje, nga Kristof Tloqi, vëllezëri e interes, po na qujtëm shfaqjen pare. Edhe kjo ka qenë shfaqja ime e parë si regjisor, ku kom qenë bashk regjisor me vajën. Okej, edhe do me thonë mas asaj ki vendos tani me studiu regjinë e teatrit? Jo, për një regjinë e teatrit. Me qenë se s'kisha guxim, përballna me Faruk Begollin, atëherë u hap fakulteti i artëve edhe në Tetov. Sa u hap Universiteti i Tetovës, edhe vendosa me shku në gjeneratën e parë mu regjistru si aktor. Okej. Në Tetov. Hyna në provim pranus, provat u para pregatita me prova, Zërin e Kumanovës të Ismet Begjeti ishte në atë kohë, televizioni Zëri i Kumanovës, edhe shkova në Tetov, komision ishte Sefedin Uredini, Birqe Hasko, Bujar Asqeriu, edhe hyna në provim, u pranova në Tetov. Fatkeqësisht, kushtet materiale nuk ma mundsonin që shkoja matutje. Nuk shkova, ishte gjenerate Halil Budakovës, ekstëve Fadel, ishte një gjenerat, po unë nuk shkova, e në vendin tem që nuk shkova unë e mbushi Avni Abazi, që është ashtë në Amerikë, është një aktor, Avni Abazi, kështu që meta pa u regjistru, dhe krejt mbrapa kur o shkry lufta, para luftës, nxitja ma madhe ka qenë se unë bona dhe 2 shfaqje tjera amatore me profesorin akademikun e nderuar Sastavilecin, bona 2 shfaqje në fakultetin juridik, edhe aty e krijova trupën teatrore të studentave të fakultetit juridik. Diku pak para luftës më ndajtën ish presidenti Fatmir Sejdiu dhe tani është i zhdukun profesori i drejtës Romake Bardhyl Çaushi, më therrën në bife, në atë kohë tërqin me thirr profesor ka qenë pak një trishtim i madh, ata kanë pas një autoritet jashtëzakonshëm, nuk ka qenë raporti sikur sot që kanë profesori me studentin.
dhe unë s'disha çka u bo, ata më thanë Kastriot, na të kena ti po mëson juridikin e kry, nuk e ki problem, po ty po t'interesojnë ma shumë drejtat iracionale se sa racionale. Do më thonë, më interesojnë që këto drejta penale e këto që zhvillon, po ma shumë më mirësha me atë pjesën iracionale, që ka bo Kaligula, Kalin senator, minën shmukta senator, do më thonë, këto prallat e kohës me vjedh, me ta pre dorën, me shpif, me ta pre guën, këto më vishin shumë interesant, dhe këto i disha dhe latinisht. A u tonë. Edhe ata më sugjerun që ti duhesh me shku në fakultetin e artëve. Nuk e mora për base, kisha dhe 3 provimet fakultetit juridik për me kry fakultetin juridik, isha në fund, nuk me ndojsha mua asi, po fatkeqësisht ndodhi lufta në Kosovë, edhe pas luftës kuptum që profesori Bardel Çaushi është duk. Dyqyshte mu kujtun fjalët e ti që unë e duna të shkojnë fakultetin e artëve, kështu vendosa me hymë në regji pas luftës. Edhe u regjistrova në fakultetin e regjis, jo let, po me gjatë ato i vendosën edhe u regjistrova aty dhe këtu gjithçka filloi me teatrin. Do me thonë, fati e ka dashë mos me vazhdu aktrimin, pastaj edhe juridikun, edhe me vazhdu si regjisori teatrit. Ndodhi diçka, ndodhi në atë kohë kur u futa në fakultet, ndodhi diçka që ndoshta për mu ishte edhe mirë se ardhur. Sa u bo sistemi i Bolonjës fakultet, universiteti, dekani, rektorët, nuk e dishin alot se qysh është ky sistemi i Bolonjës, nga frika për mos me dështu mi humb kreditet, ata në fakultetin e regjisë teatrit i fotën edhe këtë lanë të aktrimit. Kështu që jo me vetmja gjenerat që ku majtë edhe lanë qëtës, do më thonë... Si mi studiu 2 profesionet. Ku majtë lëvizje skenike, ku majtë lojra, ku majtë luftra skenike, ku majtë diksion, ku ma aktru, se kur aktrojsh mina regjisort, e mërshin në klasën e aktrimit, dhe ata në nëtojshin për aktrimin tonë. Do më thonë, profesor të aktrimit e kom pas Luandakën atë ko. Do më thonë, me një farmonire, një loj aktrimi e kom kryo edhe une, sepse këtë lanë të aktrimit i kom pas ato. Kur e kryto fakultetin e kuptum që ato lanë që ndasht heq mi kryna, po kështu që me gjatë ato, kur gjatë ke s'ka po si duko tani ma vonë kjo ma plëcej edhe një andër time që lujta në për shumë filma, lujta në si aktor që kur nuk i kom shkru në CV, lujta në për shumë seriale, edhe shumë herë është jashtëzakonisht e nevojshme fytyra jeme me dalë para ekranit, para kamerës regjisorit, sepse i duket unikate dhe pak që mund gjendet në për Kosovë. Do më thonë fytyrë unikate, kam si unë s'ka kërkush. E di, besoj. Të regon pak dalimin mes asaj, për shembull të di që të pas ka pëlqyer edhe më kanë aktor, po ajo emocioni, ndjenja kur ke lujt edhe kur ke bo regji, çfarë dallimi është si emocion? Dallimi ekziston me një vend. Në një film që kom pas rolin kryesor, Nusja ka qenë, aty kom pas një skenë erotike, në cilën një gjersitën, tërsa kom krya atë skenë, gjersët më kanë shku qullë, ma tepër, ma në regullisht e aktoria, se sa une, tërsa ta ka përcej atë skenë, edhe aty e kom kuptu, dim me kuptu regjisorin, kur të kërkoj kësoloj skena, dhe iki totalisht prej skena, sidomos që kur ka skena të puhtjeve, gjoj varianta tjera për me ik, nuk i kërkoj dhe nuk i qes as aktor ciklet, sepse atë ciklet e kom përjetu vetë. Kjo ndjenja kur regjizori është edhe vetë aktor, pastaj me
me punu me atë regjizor për neve aktorëve është shumë e lehtë. Unë mendoj që nëse një regjizor ka hyrë në skenë dhe ka luajt vet, pastaj edhe kërkesat janë pak më konkrete, më reale, më emocionale. Puna me aktor është shumë më e mirë se sa me mendu veç në konceptin e regjisë. Kështu që na aktorë që punojnë me regjizor, për shembull, që janë edhe aktorë, që kanë luajt, është shumë më lehtë bashkëpunimi. Po besoj ti këto e ke hasë në procedurë kur ke punu shfaqje. Kur shfaqja është diçka tjetër prej filmit. Me një shfaqje teatrale nuk isha guxu në qoftë edhe gjysmë fjale ka me fol me me thonë. Sepse për shfaqja është live aty për aty shfaqet emocioni dhe duhesh më kon tepër i guximshëm për me mujtën me dalë në skenë edhe mi thonë që ato fjalë. Apo kupton. Filmi është i regjisorit dhe i montazherit, teatri është i aktorit. Edhe në këtë rast nuk kisha me krasu. Nuk do me thonë që është ma vështirë me punu me regjisor. Problemi është që kanë deviju. Një masë e madhe e regjisorëve në për Kosovë kanë deviju. E kanë komercializu dhe në atë masë shfaqet e tyre me po dalin pamflete politike. Nuk i përmbahen rregullave teatrit edhe kështu që po çata njerëz kanë kriju klane dhe i marrin gjitha tornat materiale dhe për këtë arsye ju hasni si aktor në regjisor që ju vin rrethona të paqarta, sepse nuk kemi fillu një shumicë e madhe dhe për këtë arsye nuk flas shumë. Sepse nëse e nisi të kritikoj bone i keq me këtë dunjojnë, atër thojnë veç ky koka i meqëm. Po në fakt kemi lëshu rrugën e teatrit për këtë arsye nuk muj me deportu të aktori. Foncat manjak të aktorit, ma manjak të mbo që janë foncat të aktorit, janë regjisort. Kanë gjetë mënyrën për me qenë afër aktorit dhe këta duhen më konë tepër plotësojnë ëndrrën e vetë për me qenë afër aktorëve edhe për këtë arsye këta kanë me qenë shumë të arsyeshëm për mi dhonë rrethana dhe aktorët me punu. Në momentin kur nuk e nje profesionin tënd, nuk e ki për një mend regjien, atë nuk i me arritë e aktori kur. Shumë interesant ka që e to këto. Qëto do është edhe me të pytë, që të krahasimin me ma bo pak prej kohës kur ti ki fillu më marrë me teatr, që po flasim para 30 vjetëve, 20 vjetëve, edhe sot sa po flasim, që këtë tranzicion, që këtë teatri modern që pequin, çka ka ndryshu, për çka po ndodh me teatrin? A nuk është më teatri që shka qenë, diçka ndryshe u tu punu, mire tha, po për çfarë arsye po ndodhin këto sakt? Jo, nuk ka ndryshu ka deviju teatri, se teatri nuk ka ndryshu që 2500 vjetë. Dhe mos pretendojnë dikush që ditë sotit mund të ndryshoj teatrin. Teatri ka shfaqja fundit teatrale dorëzimit e ju ka qenë jashtëzakonisht shfaqje e mirë, sepse ju keni përshtat rrethonave. Po këto problemi është që teatri është shumë i qartë. Megjithatë ka rregulla. Nuk ka rregulla në imagjinat, imagjinata është pa kufi, por rregulla teatrit ka. Cilat janë rregullat e teatrit? Mirë dita se profesioni i regjisorit është profesioni më i ri që në botën e artit që ekziston. Dhe kjo lind atëherë kur e shkruan Shakespeare tekstin e Hamletit, e në tekstin e Hamletit e ki monologin e Hamletit ku i thotë ku i mëson aktorët si me lujt. Në këtë në tekst e kuptojmë se duhet mendon bota e artit se duhet edhe një profesion tjetër i cili do të thirrët regjisor që i kontrollon aktorët. Dhe aty është një monolog ku thot lidh fjalën me veprimin dhe veprimin me fjalën. A kupton? Tash po bojnë gjetjet veprimeve pa lidhje, pa koordinu me fjalën. A kupton? Nëse kur gjo nuk din, mire monologun lexoja, pa thonë as kastrioti, as kritiku ma i madh botrori teatrit, kur e lexon monologin i di gabimet e tua vet. Do me thonë, ky monolog duhet ditë prej çdo artisti. Dhe gjithmonë edhe unë e sarë që bëj një shfaqje, kontrolloj monologin. Dhe saktë e di kur po aktori ju ka vardis publikut, çka ku bo, ka momente që i vardis në edhe unë e publikut.
sepse duhet me tërheka vete, se qatë shumë janë të ju vardis tjerë, sa ti nuk i llogarimë mirë, po a është amatore, është amatore. Okay. Se di nga munda me spjegu pak Po, shumë e qartë. Të kthehemi pak në vendin tonë. Si regjizori me prejartje nga Presheva, po jeton në Kosovë, tregon pak, atë ka ndihmu kjo më shumë fakti që vazhdon me jetu në Kosovë, në profesion tondin, çka nëse s'kishe jetu në Kosovë, çush mendon që kish më konë rrugtimi atë në karrierë, nëse kishe jetu në Preshevë dhe kishe zhvillu profesionin prej këto. Sa të ka ndihmu fakti që jeton atje? Në Kosovë është sa do kudo, me një farë mënyre Prishtina është metropol Lioni. ADN-ja e Luginës Preshevës lidhet me Kosovën, pavarësisht dashnijës që kemi të madhe për Shqipërinë, po dyqyshe kemi qenë bashkë, edhe ADN-ja lidhet aty, hapësira është pak sa më e madhe për të vepruar dhe për me punua atje. Presheva unë ka majt peng gjithmonë, kom luftu për themelimin e këtij teatri, deri në ditën sa është themelu, kom qenë krah aktorëve, kam marrë special për atë punë, dhe bukur një kohë të madhe kom humbën për më themeluaj teatri i Preshevës. Dëshira jeme mos pajtimi ka qenë vetëm se tek mënyra se qysh është bo, nuk është provu ndryshe, po kur ka ardhur momente është themelu ashtu qysh është themelu, nuk kam pas aty aktor dorë, po unë kam kërku që teatri i Preshevës së Bujanovcës tjetë si një dhe të mirën edhe këtu dy aktorë, dy dramaturg kemi këtu në Bujanovcë dhe dy aktorë të mirën edhe ata të punësohen, edhe kështu që të rritet trupa, sepse pa u bo një trup spaku prej 10-12 artistave, nuk mund është ta krijosh një repertuar kombëtar. Dhe e keqja më e madhe është aty se drejtori zgjidhet prej politikës dhe aktori duhen ta kthejnë fytyrën sipas sicilës politikë që vjen aktuale, që është duke u thënë dhe duhet të shkosh për shtati se për ndryshe del sikur ti që është për zonën. E vërtet. Me çështje vetëm të vetë. Që kjo po, unë edhe unë menoj edhe konstant kom qenë në këtë mendimin që teatrin e Preshevës nuk duhet më u zgjedh drejtorat prej politikës, sidomos nuk duhet më u zgjedh drejtora ndryshe prej fushës tonë, se pastaj bashkëpunimi po është shumë i vështirë me ata njerëz. Tregon pak ti e din e një shumë mirë teatrin tonë. Çush është teatri i Preshevës në krahasim me teatrot në rajon? Ku dallon? Përpos që saj ngecjes që e kena, ku dallon tjetër? Ngecja më e madhe është egzona, është e njëjtë se e Kosovës. Themelimi i trupave rezidente, që këto përket çka të flas tash më shohin këtë aktorët e Kosovës, po edhe të Preshevës, se besoj që më lojnë pa shoj. Është themelimi i trupave rezidente, ku aktorët po marrin një pagesë mujore, dhe që po janë më pak aktiv, sikur po ja vrasin emocionin për të kriju, për të bërë diçka më tepër. Shkona për trupa teatrore, domethënë, unë që hecin për gjitha teatrat e Kosovës, trupat rezidente janë të pengu. Pse janë të pengu? Se më thrasin telefon, Kastriot, mos më angazho, ose të lutem, ama do një rol të vogël sa me hyj dhe me dal. Aktori jashtëzakonisht me nam, cëllën unë kur kom vendos me thirr, kom pas tort me thonën për dhe një rol dytësor. I kom thonë për rol kryesor me lujten. Dhe kom qeni detyruar shpesh mos mi marr aktorët cilët i kom pëlqy dhe cilët kom dash dhe cilët i kom pa në projektin tem. Do me thonë trupa rezidente dyqysh si po ja vreta kreativitetin aktorëve. Po, kjo ndoshta ndodh edhe pse trupa rezidente është ndoshta një numër shumë i vogël që gjithçysh dush me të njëjtit me punu. Se nëse i shkon një trup e madhe rezidente, ndodh që me një regjizor kishin punu disa, me një regjizor tjetër disa të tjerë dhe konstant kishin qenë aktiv. Për shembull, në teatrin e Preshevës ne jemi një trup jashtëzakonisht shumë e vogël.
e vërtet është që na jemi rezidente, marrim një pagë mujore, po nuk është faji jonë që nuk e kena një repertore dhe nuk angazhome. Sepse mundësia e buxhetit nuk na krijon me pas shumë a shumë shfaqje brenda vitit me realizu. Një shfaqje. Edhe mundësitë e buxhetit nuk na krijojnë me dalë edhe me shëtita shfaqje në vende tjera. Nëse na kishim pas repertor, edhe kishim punu 2-3 shfaqje në vet, sigurisht që na çdo ditë ishim kon aktiv në punën tonë, tu majt repriza, tu majt prova. Kjo ndodh mungesë të buxhetit, kjo ndodh mungesë dëshirës për koordinim të punës tonë, edhe pastaj si përfundim fajtor dalim na aktorët se jo s'po punoni. Punojna aty veç për me bo qëtë punë, për kur gjë tjetër realisht. Po unë po besoj se aktorët. Edhe po, zakonisht konstant besojnë që aktorët, po tash unë jam këtu për një mbrojt ata. S'po më ndryshe. Megjithatë duhen më bë 3 shfaqje, nuk e di ç'i bëni, po duhen më bë 3 shfaqje. Duhen po asnjëherë. Duhet mund gjetë ajo metodë. Unë e di që nuk janë të gatshëm, e di që Presheva ka fonde shumë më pak se teatro tjera, domethënë teatri i Mitrovicës para 2 vjetëve, e di që ka pas fond me rroga plus i ka pas dikon 190.000 euro për teatrin e Mitrovicës, 100.000 euro dikun kanë qenë rrogat e stafit, punëtorëve, aktorëve, kush kanë qenë punësum, dhe 90.000 euro ka si kontë ndome për shfaqje teatrale. Do me thonë 90.000 euro, kur të kiti aktorët e punësum aty, do me thonë mere aktorët i ki pa pare, sepse ata marrin rrogat e veta, dhe 90.000 euro ti mund bëjë çfarë, se çfarë bën teatri i Mitrovicës është çështje tjetër. Mirë po. Se ka fonde, këtë Presheva nuk e ka, më duket dikon Presheva a i marrin 30.000 euro për shfaqje teatrale në vit, apo jo, nuk e di sa është fondi. Asu nuk e di sa, po e di që e merr një buxhet për komplet vitin, edhe tani i menaxhon që ato me një shfaqje, festivali, çdo aktivitete që ndodhin edhe në shtëpitë kulturës. Domethënë, këto shifra që përmend për Mitrovicën, për Preshevën nuk ekzistojnë. Tani kjo e keq që tash janë isa donë mua se nuk po mund është edhe ma angazhu aktor të tjerë për me rrit trupën tonë, zakonisht po imponohen edhe tekstet me role veç sa aktor janë rezident, edhe kështu po me teatri qysh ka fillu para 8 vjetë, veç asaj rrugë kur gjë ndryshem, nuk e di deri kur kështu vazhdon. Po këto e bojmë ftesë edhe për politikanët e Kosovës, Preshevës, po edhe këta të Bujanovcit që duhen të angazhojnë ata artistat e vetë Bujanovcit, ti punësojnë dhe politika pushteti komunal i Bujanovcit i siguroj pagat për ata në qoftë se s'mujnë ata, të bojnë një buxhet përbashkët që të bëhen shfaqje përbashkëta, dhe shka ma keqe ose si aktorë keni mbet tu qenë detyrum që me punu veç ju me zvete, pa thirë kolegë tjerë, jo vetëm se regjisor, po edhe aktor tjerë, kolegë tjerë me ardha të që me lujt me juve, kjo e rrezikon teatrin e Preshevës që ka dal duket si teatr amator, sepse gjithmonë prej njerëzve të njëjtë, qofse ka një rol të femnës na dim kush e lun atë rol, kupton, edhe është dhe kjo fillon me ta zbet dëshirën për me ardhur në teatr. E vërtet. Na e dim, po unë konkretisht e di që ke punu në krejt teatrot gati në rajon, sidomos të Kosovës krejt, po Maqedonia dhe në Preshevë. Çfarë është emocioni ndryshe kur vjen me punu në teatr të Preshevës? Është përgjegjësi ma e madhe, është emocion ma i veçanta, kur vjen me punu në teatr të Preshevës, qysh e dallon atë ndjenjën me krahasu me teatra tjera? Këshire, pavarësisht që një regjisor kur fillon karrierën, gjithmonë si cili regjisor e ka një ondër, po dhe si cili aktor ndoshta do të vi të një çmim Oscar. Mirë, po qatë ondër kur e mendon? Mirë. E te ondra eme, po të thëmë. Kur e marrë qatë çmim Oscar, nuk e ku mendu kur qysh ma jep, kush ma jep, atja ma jep Al Pacino o De Niro, kush ma jep Oscarin. Po, dëshiren e kum pas, kur e marrë me prum Presheva, po në lugin Preshevës, me cita ato, se qysh për apret populli. E ki nevojën për lavt për qytetarëve to, e ki nevojën për mbështetjen e qytetit. Dhe këtu ka më emocion jashtëzakonisht madh kur vi punoj për Preshevën. Në provën e fundit e vdekja e hishme,
me qenë se pata një tekst shumë të mundimshëm, u lodha shumë, kur e përfundova provën e fundit, mu shterë zoni dhe më dullin lot asin edhe ika. Nuk mujta me thonë se i përfundova provat me juve. Kisha dëshirë gjasin ala, që jam ma tepër afër tëmbe. Dashnijin e kom tepër të madhe për Preshev, a afrojmë dashnijin vetë vetës, unë ty apo ti mu nuk ja afrojmë një tjetëri dashnijin e duhun që duhet me pas me zveti, këtë dashni di mja falë tjerve, shka qytetet tjera nuk e kanë, qytetet e tjera din të mbështesin një tjetrin sa duhet. Ne nuk e kemi këtë mundësi. Nuk e kemi tradit. I dojmë tepër miqt dhe shumë pak i dojmë njerëz të tonë që i kemi afër vetit. Fatkeqësisht. Cili u kon projekti më i rëndësishëm që ti cilson, se secili projekt e ka rëndësinë e vet, po që ti cilson si më të rëndësishmin që e ke punu deri çtash? Ka shumë projekte, do më thonë, që ti e veçon se të ka met, ndoshta diçka të ka dhënë një diçka ndjenjë veçantë që e ke punu? Nata 12 e Shakespeare-it ka qenë një shfaq, aty kum pas dhe një aktor kanades që tash është lunë teatrin e Torontos, është i trupës rezidenti, do më thonë, ai ka qenë atë kohë student dhe ostanu prej qefit që ka lujtë e une, e kom shti me lujtë Shqip, nuk e ka dit asë një fjallu, mundosh me mjë mësuat. Dhe ajo shfaqe ka marrë këtë çmimet e mundshme. Ka qenë festivali i dytë i skenës SAP, ku ka qenë kanë orë shfaqe për këtë botës. Dhe lufta ma e madhe ka qenë e rëndësishme veç me marrë pjesë në atë festival. Edhe kështu që për mos më vinu vendosëm prej sicilës klasë, prej sicilit profesor me marrë nga një student për skenën hap dhe prej klasës të me më zgjellën mu. Atë natë kër ju ndatë çmimet, kemi pregadit se kishte teatro për Amerike, për Danimarke, për këtë botës, nuk kemi logaritën për me fitu. Ka qenë mjaftueshme që jemi konë konkurent me qatë grup malë të artistave që kishmi pas shfaqet mrekullueshme dhe ndodh ajo që ndoshta ka qenë moment i kthesës, ndryshim për jetën teme, për me besun këtë profesion ma shumë. Kreta çmimet e mundshme në atë festivali mora une, pos çmimin special s'dikuj ne. E di që ke marrë shumë çmime për punën që e ke bërë dhe është e rëndësishme me të vlerësu puna kur ti punon gjithkohës. Tregon pak çka të motivon hala me punu, çka të inspiron në çet kohë kur po jetojmë dhe që po punon ton kohën. Po shife, pak a shumë ma merr mendja që kemi një motiv të njëjtë. Tërsa shumë njerëz mendojnë që të bojnë milionat, shkojnë Maldive, e ku di qka, ne nuk e kemi gati kur materialet e nevojshme të parave, po shpirtin e mbushmi me skenën cilën punojmë aty. Dhe aty e kryoj Maldivën, Parisin, Londrën, çfarë do bojmë skenë dhe jetojmë, e përjetojmë me metodën e Stanislavskit dhe bëhemi vjen orti i përjetimit. Do me thonë është kënaqësi shpirtërore dhe kjo na motivon dhe është një lloj ose është një kazino cilët jemi disa komargji që na u ka bo ves dhe virus dhe nuk mund të largohemi për aty. Shpirtin e i do këtë punë. E vërtet. A ka pas një moment kur ke thonë s'po muj mos, po du mos, po nalna qëto, mos po punoj këtë punë. A ka pas një moment jetës? S'po punoj mund këtë punë, ndoshta jo, po ka pas momente që ku mendu që nuk po munde me vazhdu për kundër dëshirës teme. Sepse gjithmonë kum luftu, asnjëherë s'kom qenë i punësum, po gjithmonë kum punu me projekte, dhe ti projektet e ditë qysh janë. I merë 15.000 euro, ja do 20 vetëve ka 500 euro,
Kur dalin gazetat ti llogarisin 15.000 ty tuat. Njerëzit mendojnë se ti ke marrë ato fare. Ti në fakt jellën minus, nuk e po megjithatë këto batica lufta për medalën me tu, kjo më ka bo me qenë që paralemrova në fillim. Me qenë aktor, me qenë regjisor filme, me qenë regjisor i dokumentareve, i show, i spektaklave, i miseve, i teatrit, i gjithave. Po, me një farë kushti, artista rabagji që ju mundu me jetu. E vërtet. Për kretë këto vite karrierë, për çka je pishman edhe për çka je krenar, kaq? Pishman. Pishman nuk e di që jam diçka. Okay. Po sa i përket profesionit. Po. Mund të kem bo gafa në profesion. Jam pishman për shfaqet e këqija që i kum bo. A kupton? Po kur jo me dëshirën teme. Zakonisht mendoj që kur filloj një shfaqje po e bëj krye veprën teme. Kjo ka me qenë ma bukur ase. Po ndodh kur nuk e vjedhet shfaqja edhe dështon. Okay. A kupton? Nëse është ide origjinale nuk dështon. A kupton? Në fakt dështon, po është e jotja. Je mundu diçka mi dhon publikut, nuk i mujt mi dhon. Krenar jam për Jonin tem, që e kanë ndjek profesionin, po e flasë 2-3 fjalë për Jonin. Sa dosh, po. Për Jonin muj me fol shumë. Okay. Si të më folës për djallin, tani une kom qatë shumë e te proj pak tu e lavdru. Muj me folë ta natën nuk di mund dalë. Unë e një kështu që e besoj që çka do që e thua është të vërtet lirisht. Tu e pishmon që kjo pjesë ka mujt me qenë sa une kum dashte, tu e di që Jone e njef kompjuterin mirë. Nuk kum pas pare sa du sa ka qenë i vogël. Shokët e ti bleshin PlayStation për me lujtë e këto, edhe unë i japët në qelë premierin pjesë e montajës që është, i thëj që miri këto filmat vizatimor që të një lëvizja dhe kjo është ajo PlayStation e jote. Dhe kështu e kam suaj montajën për të mini sot është në montajë është njeri u ma i shpej që mundet me egzistu shqiptarë se di që mundet me ja kalu dikush dhe që e njef ma mirë saj. Bukur shumë ma mirë se une. Okay. Po kur erdhë të e ditë se sa po e njef kompjuterin, erdhë si maturant, u dëshke me vendos për fakultetin fillova ta bindi që ajtë shkoj për IT, tu e pose kë IT-a ka të ardhme zakonisht mirë për jetën dhe jeta është ma let me qenë IT, e kjo i kishte aftësit e duna për me qenë një IT. Ta në kohën ma boni po, dhe për herë të parë më thirri një dite me pi kafe, një kafeteri afër shtëpisë time është aty prive quhet, më fal për reklamën. Edhe tha pim ka një kafe, merë që diqme, njerë duhet me dalë edhe me djallin me pi njerë një kafe. Më pyti, pse bab je shkun juridik, e veta, më veti, thash, ka qenë dëshira babës dhe nonës mos me met pa fakultet, ja kom plëcu dëshirën. Pse se kryte, thash se më ka pëlqy regjia, pse po do tha me më qua IT. Thash, ka po do në ti, tha regji filmi. Okej. Vendosi me shku regji, gruja 3 mujt ditë së më ka folë se ka mendu që e kum binde nune. Se thot ma ki zezu jetën mu 20 vjetë, tash edhe gjallin ma more. Nuk kemi mujt me bind që nuk e kum shti une, ka dasht. E kum bind me jetën, nuk kum dit diçka tjetër me folë pas regjis. Apo kupton edhe të folë veç që atem, me siguri nën vedien teme e kombin me shku në regji. Ajo që ka qenë përpjekje e kohët, ka fundi që te orientohen që ta jetë, por nuk mund ashtu që te ja ki mjellë në shpirt ka dal edhe nuk mund është mjek. Po, kom pas frigën e madhe që mos po bëhet regjisor, pse une jam, se zakonisht thmit e këtëve artistave dështojnë, edhe çdo profesioni që e për qëtë babën, mirë po kur ja par suksesët se që ka po ndodh, apo kupton, e pas se sinqerisht është ka adon, dhe luftën më të madhe ka pas me heki emrin e babës.
për çdo sen që e bëj këtë mirë, asi thëshin baba jo ta ka bërë. Ka dalë përse un film është unë teatr. Po, e vërtet. Shumë mirë, na ju urojmë shumë sukses e jonit, se unë e di që o të punu shumë mirë, do më thonë një regjizor i ri që në të ardhmen po besoj ka me bo shumë filma të mirë, edhe një mundësie e shumë e mirë për neve aktorëve me punu me jonin ndonjëherë. Ka që të regon pak mrapa skene, që ka ndodhë në historie funny ose interesante që të ka ndodhë në proces të punës. Po e përmendi... Se shumë serios, është. Po e përmendi një shfaqe ushtari mburracak antik, komedi që e kum pas bo, për provim të shkollës. Okay. Dhe aty kanë lujtën, si studenta kanë lujtë, Adhurim Deme u kon aktor, u kon student, Adrian Morina, Blerta Deliu tash deputete është, Edi Meana. Edhe adhurimi nuk ishte diçka mirë, po në premier, po dyqyshe qëtëm s'kenë. Okay. U krya jo provë dhe ishte salla Dodonës plot e musht, erdhë koha mu përshëndet edhe unë dola mu përshëndet, adhurimi mor hygjim preja që për masit u mshoj mu e më qiti posta që s'kene. Edhe ato publiko këtë keshën unë uqoa dhe me kur gjokë këto, a kote shë me vrata, nuk e arroj kur. Okay. Ishte siklet i madh, se Dodona e ofër publiku, nuk ishe kam i ikën, të vreke i dhënimi i nati, të herati para tëve. Na që të njohim edhe unë personal këto që jam, e di që ti dyqysh je nana e vakive, gjithë çka të ndodhë në jetë, i ki do as historie te për fani që të ndodhë në jetë. Kisha dash diçka me ndo për shikuesit tanë, unë po ta ceki njënën që kom qef me tregu e tani ti nëse të vjen diçka tjetër në men, lirisht. Që shukon storia kur kjo ardhë me taksin Presheve dhe ki dash me pi cigare, ki dalë në kufi. Okej, po e kalzoj këtë spikte. U konën, erdha në Presheva që ku janë taksat, me një farë dritonin, hypa në kërë aty, po hypën edhe 3 gra të mlume. Okay. Edhe nuk më lanë me dhejës cigare, se thanë njënja për ty me ishte smut për zemrës. Dhe unë e meta pa cigara. Unë e hypësha në taksi veç për me pi cigare, unë për që autobusin në hypëshe. Edhe, kur ardhëm kufe, dritoni më tha, dilë tha dhe zë një cigare për jashtë, e dike që e pi cigarën, unë e kum dhe cigarën, po zakonisht kur qëm të punu do një shfaqe shumë i maj mend në skenë. E kum dhe cigarën, pa vedi e kum ka përcy kufinin e Kosovës, të prit kjerë i rend me ardhën në asine, e kum ka përcy këtë kufinin e Sërbis, kum dalë ka una Preshevës në tonë, edhe kur ka dala i pi kufinit Kosovës, po më bërtet, po të të eja ka, për këshyra si, po a i ishte serb. Po më bërtet edhe po më shonë, edhe unë ja ktheva peshaj ato. Shakia, si në, e ka thët ka dojtë. Tash kum dalën, ju më nisën, tash pa vedije pe ka përcej apet Serbijës, po shkoj drejt ka i Kosovës, dhe tash kër kum rrinë mes, ata unë zehën shumë. Polisë të Kosovës, që në fakt ishin serb, unë zehën shumë dhe dollën këta polistët e Serbijës, dhe thana ga Kastriot mu zdil në atonë. Këta folshin, policia Serbijës folshin Shqip, policia Kosovës folke Serbisht. Unë në meta me, po më thojnë aga Kastriot, mu shko në atonë se ta më shojnë, s'kena shabojmë në atje asine. Aj policit Serbi Kosovës, ta ti mu së porzim që legojnë, atë këti policit Serbijës asine. Ky tha, mos e dalja që mos me pas qatë uniform vesh, ky i Serbijës. Se a respektojnë uniformën se të kisha arrej. Edhe i thek, edhe unë të respektojnë uniformën. Polis që a respektoj që një tjetrit uniformën, po të vetën se respektoj që në asë njoni. Problemi ishte, unë e meta në mes, edhe dikur më thanë, unë dalën, unë qëtësun, ata thanë Kastriot hec, thanë, ta veç kalzom ka është Presheva se ma keni përzi. Piksaj është përafërsisht një kohë e festivalit, e dim përafërsisht cila kohë ka qenë ajo kërë. Piksaj e kum shqelu gjatë këtë asin dhe kum bo një skenar për serial, për serial që në du në tardhmen me bo,
po nuk e di, jemi në bisedime me RTK, ndoshta edhe zhvillohet si serial vendor që mu ka duk shumë interesant. Tjetra është kom pas një kolege në regji dhe ka qenë pak sa ves për tesha cilat i veshke, kishte pare prej familjes vete dhe kishte me shku në Ulqin. Unë e kom pas një Opel Kadett shumë të njoftun në Kosovë. Por çdo ditë shkruajshin paparacat për kerrën tënd, se më spori është bo kerrë VIP, e mbas kerrën më fshin mu. Edhe më tha Kastriota, dola tha në Prishtinë mi ble do bikine, nuk më pëlqyn, e në Benaf në Prizren ishin ma të mira një parë që më kam pëlqyn me më qu se nesër ku me shku në Ulqin. Okej. E mora në kerë edhe shku mi ble bikinat na në Prizren, për Prishtinës. Kur kemi shku aty, tash edhe një kolegë tjetër e pat një qanë zesë. I blejt ato bikinet ishtin një qanë zesë. Tash u lodhëm të u këthy, kjo kolegja u shtri mbrapa në kerë, edhe i kish pështet kont kështu, po qantën e kish lonë me kome do e majtën. Ishte kohë kur që bomba në për Kosovë, rrugve, ku di qka unë. Edhe tash kur kemi këthy për Prizrenit, që ka pas pështet kont u qel dera. Ka ra qanta, kjo ka ngajt me më qel derën për mos me ra prej kerrit. Dhe në atë moment i kena një 3 të na fishlu, me na kalzu që ju ka ra qanta. A kupton? Po na kena mendu që po na thot o budal që e një të boa, edhe kemi hecna, kemi vazhdu. Tash kur ka ra qanta, unë esëm për Prishtinë, ka soare, ka në tonë, kur ka ra qanta, kanë mendu që kena gjujt bombë. A kupton? E kanë thirë policinë, ta djemë të ri. Kur e kanë thirë policinë, kanë thonë, rune qantën tërsa të vim na, njësia speciale, e policisë. Edhe ata kanë me rujt, po në atë moment ka porcu një gjalli vogël, nuk i ka pa që është e rujt qantën, e ka vjedhë qantën edhe ka ikë. Kjo ka ndodhë tërsa që na kone aty. Edhe tash, kur kemi mri ka soare ka dikon, ku i pas në arru, po thot kjo bikinat. Ku i ke arru me i bikinat e? Po thot, po getë, veç i ku më pagu në duqanë si ki marë, s'po na bjen mend ku i ka u bikinat. Në atë këthejmi, me shku mi marë bikimin në të Benaf. Shkuma që, kur shkuma i shqitë si pe marë në mend sakt, qysh i kena marë, qysh i kena shti në qantë. Po na bje, po thojmë, kur na u ka qelë dera, mos na ka ra qanta. Edhe po këthejmi që aty. Unë e kum pas një Kadett 13 që të koqë. Në gjurvish një u kun. Edhe sa jo më këthuj në atë lakin, ta shka dëllmot kërri jema, ishte kërri lirë, 5-600 euro nuk është tajke. Sa shka dëllmot, 20 kadetat koqë në gjurvish një këton, 20 kadetat koqë në gjurvish një këton. 300 policë, këtë me asë njësit speciale. Një pjesë e policisë i shu me gjetë gjallin e vogël para se mi kërsit bomba në qantë. Dhe që kjo qetra bëjke, kontrollojke kasine. Dhe 1.000 veta, 2.000 vetë njerës të pritën aty me këshurë se qka po ndodhë. Kemi dalëm për shofë dytë njësi speciale pe qeli gjamin. Për thomë, a mos e keni pa një qantë, veç a këmë thonë që ta. Njoni ka këcy, ma ka hi qelsin, ma ka fi kjerën në gjam, kështu ma fi ki kjerën ma mur qelsin, kjo qetri unë ka ngre për gjami më ka qitë jashtë. I morin atë kolegën edhe na i qitën durët për mi a ubë, të kjerët, ajo qika s'pat ku, e qitën për para, asin e u dash me ra kështu, mu janisi mu kesa shka vëton mi bo. Edhe për një herë kena ndëgju masën, lëshana neve të mysme, për desë terrorista na. Ne janisën me, hala, ka dëshmi me kalzu, si dëshmi me kalzu, të nem sheshin shkel ma kombe, bam, zoni mos janim, koko, metëm terrorista. Dikure ka ardhen një përfat një komandant,
Tha artist që jetë u bo qështu, tash, qështu nga ka ndodhë. Çanta me bikine. Po, po qa ka pas në çantë, bikine ka pas, lene dhe mu se lyp një thmijen, po vetë lëshona se dy. E mura i përgjithsien. Tha ka da se që ta pe njof, tha është që kjo artist. Tha nuk është qështu, asin ata në regull, pilqojmë, tha shku me në lëshu, ata fislojshin po masa me në rej, në mytëshin. Tha jo, tha shpa na qitë për Prizrenit, tha që shme dal për këtëve. E me polici na kanë qitë për Prizrenit, e kur na kanë lonë Prizren, shamuq me mi go kjerët, cili kjerë na ofro këtë utut na që mas neve po bojnë diçka. E kjo ka qenë, interesant. në momente asë po tani, edhe që sharak në ndërko. Këto storjet e tua dyqysh janë shumë inspiruese mi bo film, që ma të letë e ki këtë punë, se ndodhin ngjarjet një tani veç i bën film. Ka shumë storje, po disa dhe shumë pikallëzoj se të dukon bullizuse, po në faktje është afërsia, për shembull me mentor mripën, e ka pa kompleksa, po kupton, kemi bo shumë fore me ta, ka qenë momenti kur Naim Krasniqi e bëjke skenografinë e Polifestit, edhe e mora mentor mripën, u foto mrenda në skenë aty, edhe mentori i tha, do e kemi ja lavdru skenën, mentori tha shumë bukur, tha ki bo skenën, a e u lavdru, Naim Krasniqi, na u keshu me mentorin, që di që mentori është i verbë, nuk e ka pas skenën. Ma ndaj mas një jave u mërë Naimi dhe pëse më rrejtët ko e ka po mentori skenën. Ka shumë skena kësine, po të ka disa që edhe së një tregoj. Okej. Një mesazh për 3 të luginës që dojnë me ndjek rrugën tënde kaq. Nuk e di a du t'i jipët mesazh atyve, apo t'i jipët që jipët juve po mendoj kohës ma vjetër, që duhet të organizohen aktivitete ndryshme, t'i aktivizojmë ata, ndahet një buxhet i komunës, i jashtëzakonisht i madh, ndoshta edhe komplet ato 4 milionerët që t'i marrin prej Kosovës, to andojnë moshës prej 18 deri 25 vjeçare, t'i angazhojnë me projekte dhe veç kështu mbetet rinia në Preshëv. Ata nuk kanë çare tjetër pos me dal jashtë. Nëse nuk angazhohemi ne, faji është i joni dhe jo i rinisë. Shumë faleminderit. Unë u kënaqa sot në bashkëbisedim me ty kaq, po besoj edhe shikuesit tanë, kështu që unë turoj shumë suksese në punën që e bën, edhe shëndet, edhe gjithat mirat. Me kaq miq të dashur, ne po e përfundojmë emisionin sonte e ne shihemi prapë javën tjetër, deri atëherë mirëmbëjtje.